Ligji për përfaqësim të drejtë duket se ka mbetur I bllokuar në procedurat kuvendore, pasi kryetari I kuvendit Afrim Gashi nuk e ka vendosur atë për votim. Nga BDI thonë se ky ligj së bashku me disa të tjerë ndodhet në sirtarin e Gashit dhe presin momentin kur opozita nuk do të jetë në seancë dhe atëherë ai do t'i vendos për votim. Ние сме упорни во заштита на нашиот концепт дека тој закон не треба да помине и дека ние као опозиција го имаме мнозинството од Бадентер. Така да, законот за правична застапеност е во моментот закачен позади врата и чека момент на контрабандирање. Што ја мислам дека нема да го дозволиме, не го дозволивме до сега и ако председателот на собрание остава на дневен ред, ние ќе го надгласаме, односно нема да помине тој закон. Nga vlen u kundërpërgjigjen se BDI duke mos e votuar ligjin për përfaqësim të drejtë, drejt për drejt po shkon kundër interesave të shqiptarëve. Ali Ahmeti po vepron kundër marrëveshjes kornisë të Ohrit. Çfarë nuk po përjetojnë më shqiptarët? Ali Ahmeti po bllokon ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, duke goditur një nga shtyllat themelore të marrëveshjes kornisë të Ohrit. Pse? Për shkak të etjes për pushtet. Udhëheqësia e pareformuar e BDI-s, e dëshpëruar që shqiptarët e dërguan në opozit, tani po ndërmerr veprime që shkojnë drejt për drejt kundër interesave të shqiptarëve. Kryeministri Hrisjan Mickoski thotë se ligji për përfaqësim të drejtë është në procedurë kuvendore dhe se nëse do të miratohet apo jo është çështje e deputetëve. Тие се наоѓаат во собраниска процедура и од овој момент е во рамките на парламентот, не е во рамките на владата. Ние како влада сме создале решенија, тие решенија ги поминале сите филтри, сите процедури и сега се во парламентот, тоа прашање на пратениците. Ligji ka kaluar të gjitha procedurat kuvendore, por kur erdhi momenti për votim, Gashi e ndërpreu seancën. Për miratimin e këtij ligji nevojitet Badenteri I vogël, përkatësisht shumica e deputetëve të pranishëm nga bashkësitë etnike. Opozita e cila e ka shumicën sipas parimit të Badenterit nuk pajtohet me zgjidhjen ligjore.